Rikthehemi me bllokun e radhës dhe të flasim për një temë krejt tjetër, siç e paralajmëruam. Në një ngjarje të dhimbshme dhe të shenjtë, një kosovar ka ndërruar jetë gjatë pelegrinazhit të tij në Mekë. Ai vdiq në Qabe, në vendin më të shenjtë për myslimanët, ndërsa po kryente ritualet e haxhit. Në Islam, vdekja gjatë haxhit konsiderohet si një nder i madh dhe një shenjë pranimit të veprave të mira. Cilat janë rritet dhe procedurat që ndiqen kur një pelegrin vdes gjatë haxhit? Do ta diskutojmë edhe me dy imam të ndryshëm, por në lidhje direkte e kemi zotrin Samel Haxhia, me të cilin do të flasim pak më shumë në lidhje me çështjen e vdekjes në Qabe. Si e sheh feja këtë gjë, realisht haxhi si e sheh, çfarë konsiderohet haxhi dhe çfarë do të thotë vdekja në haxh, zotri Haxhia? Fillimisht përshëndetje për zotrin Haxhia. Faleminderit shumë zotri Haxhia, kërkoj falje për interferencën, tani mora vesh se në lidhje direkte e kemi edhe mikun e emisionit ton, zotri Hoxh Ladi. Zotri Ladi, përshëndetje gjithashtu. Përshëndetje dhe juve. Atëherë do ta filloja këtë bisedë me juve zotri Haxhia, pyetjem paraprakisht u bëra, mbetim aty ku ishim. Po, në radhë parë, unë shpreh ngushëllimet më të përzemërta dhe sinqerta për familjen e personit, e Haxhiut që kanë ndruar jetë atje, pra Avdi Jusufit. Ngushëllimet më të përzemërta familjes Jusufi, Zoti e mëshiroft dhe e pranoft sakrificën e tij, e pranoft në xhenetin e tij familjarin tuaj. Pastaj, për sa i përket haxhit, për sa i përket vdekjes atje, domethënë haxhi normalisht është një prej adhurimeve më të mëdha, më të forta të Islamit, është një prej shtyllave të Islamit. Ai, po të shohim, tregon edhe një unitet ku e gjithë bota, pra njerëzit që besojnë Zotin nga e gjithë bota, nga vende të ndryshme, nga popull të ndryshëm, mlidhen aty për një qëllim të vetëm dhe tregojnë një lloj unitetit, ashtu siç e don edhe Islami. Dhe çdo kush që ka mundësi e ka për obligim të shkojë atje të paktën një herë në jetën e tij. Dhe në fakt me që po e thoni saktësisht nëse ka mundësi, kjo gjithashtu përmban në vetë edhe shpenzime të shumta financiare, dhe nëse është kaq e rëndësishëm për komunitetin musliman, pse duhet të jetë kaq shtrenjtë në fakt, sepse nga ato që shohem e raportohen, çdo vit më shumë shkon duke u shtrejtuar ky obligim fetar. Po, keni të drejtë, domethënë në qoftë se aty ka gjëra jo të drejta në rritjen e çmimit, ajo normalisht duhet që të parandalohet, por le ta shohim edhe nga ky aspekt, po të shkojmë pak më herët në historinë botërore. Mendojeni pak shpenzimin që ka një person që bën një rrugë të gjatë, një person nga Ballkani, para se të shpiken makinat ose avioni, që është një mjet shumë më i shpejt tani, është detyruar që të bëj 3 muaj, 4 muaj rrugë, gjithashtu edhe kthimi, pra ka shkuar deri në 1 vit. Tani, po ta mendojmë shpenzimin se Haxhiu duhet t'i lër familjes së vet të gjitha kushtet, pra pasurinë e duhur që ata të kalojnë 1 vit, me ushqime edhe me nevoja të tjera, gjithashtu edhe shpenzimet e rrugës dhe të sigurisë së tij gjatë asaj rrugës, del një shpenzim shumë më i madh se sa sot mendoj. E kuptoj, por dua të shkoj pak tani janë kushtet më të mira, mendoj se edhe shpenzimi i haxhit është më i lirë se sa në periudhat e më përparshme. Gjithsesi, duhet ta qartësojmë edhe këtë se njeriu nuk e ka obligim nëse nuk e ka mundësinë. Pra vetëm ai që Po, por kjo nuk i justifikon çmimet bombastike që i kanë zotri Haxhia realisht të haxhit, edhe pjesa tjetër është është e vërtetë se në të kaluarën është dashur 1 vjet për të shkuar atje. Por me që i kemi kushtet, pse të mos ja mundsojmë njëri tjetrit që më lehtë të shkojë ta kryejë këtë obligim shpirtëror Islam? Tani mendoj se ato llogaritë që janë bërë dhe që tregohen me statistika, me gjëra, atëherë ata janë të qarta. Gjithsesi dikush mendon se është shtrenjtë, dikush mendon se ka abuzime. Ne patjetër që jemi kundër abuzimeve dhe i kundërshtojmë, i dënojmë abuzimet, sepse nëse një njeri abuzon, pra dikush që ka në dorë diçka abuzon, ai ka llogari të rëndë në radhë parë para Zotit, sepse është duke hyrë në një hak. Por gjithsesi, e them edhe një herë,
nuk më duket edhe ndonjë shpenzim i jashtëzakonshëm duke marrë parasysh kushtet që janë. Po, e qartë, por do doja të kaloja në base po e bëjmë kështu haptazi diskutimin zotri Sadria, do doja të kaloja tek Hoxh Ladi dhe të kuptoj më shumë mbi haxhin. Të mirat në aspektin e religionit që na sjell haxhi, e sidomos vdekja në haxh. Kam dëgjuar dikur plest kur thoshin shkofsh mos u kthefsh. Zotri Ladi. Po, jam direkt, po, doja me nis fillimisht këtë diskutimi që pse e thejmë diçka të bukur që pse mos ja mundsojmë njëri tjetrit, dhe ky është një realitet. Edhe unë mendoj që abuzohet. Abuzohet. Mendoj që abuzohet me çmimet. Pra kanë të drejtë kur ta zëm kritikuesi thonë se është shpesh është turizëm. Po kanë shumë të drejtë dhe unë jam një prej atyre të cilët kritikoj shpenzimet për arsye se ato shpenzime që ato i bëjnë, flas për Shqipërinë gjithmonë. Nuk e di, mendoj Kosova biku duhet jetë shumë më mirë, po Shqipëria. Jo, në fakt edhe këtu çmimet janë shumë të rritura, kështu thonë të paktën ata që nisen. Shërbimet që ofrojnë janë shumë të dobta në krahasim me shpenzimet që marrin. Madje këto që e përfaqësojnë dhe e drejtojnë haxhin nga Shqipëria bëjnë sikur janë pronar. Dhe kur ofrojnë nëpërmjet lekëve që marrin prej haxhive, çojnë pastaj shokët e vet edhe përkrahasit e vet. Edhe nuk janë gjithë përfshirës dhe transparent në këto që bëjnë. Dhe kjo është një realitet. Madje unë do t'i thoja edhe diçka ndoshta është si lajm kjo, por mua këtë vit më është refuzu haxhi. Po pse? I cili unë isha një imami që i refuzohet haxhi. Prej një ambasade, e cila ma bëri dhurat edhe numri 2 i komunitetit musliman të Shqipërisë, Lauren Luli, ma refuzon haxhin pa asnjë lloj arsye. Se duhet shkoj përmes tyre, zotri Hoxh Ladi, duhet shkoj përmes tyre dhe për të arsye ta kanë refuzuar. Sepse ato e kanë monopolizuar, kanë marrë haxhin si ekskluzivitet vetin. Madje unë mendoj se haxhi duhet jetë konkurent edhe të nxirret nga kompani të ndryshme që kush ofron më shumë shërbime dhe më çmime të lira ai ta marrë. Pra ka dhe monopol në haxh sepse kjo është e kundërligjshme. Jo, dikur për shembull nuk monopol normalisht se e kanë marrë vetëm ato, dhe ato janë një grup i cili unë e kam deklaruar që ato janë uzurpator edhe përfitojnë, do me thonë përfitime shumë të mëdha. Zotri Ladi, realisht, ka shumë për... Po, pa tjetër, por nuk do doja t'i iki një detaj, zotri Haxhia. Nëse ka një kundërshtim, zotri Haxhia, mund të dëgjojmë, po. Do me thonë, një pikë shumë e rëndësishme të paktën në syrin tim, këto diskutime që bën Hoxha i nderuar, janë diskutime dhe problematika institucionale. Jo, këto janë në të mirë të popullit. Jo, zotri Haxhia. Që kemi duhet të shpjegojmë çfarë është haxhi, çfarë vlerët ka dhe ai që vdes në haxh si veprohet me të dhe çfarë vlerët ka. Sepse mund të ikin minuta shumë shpejt dhe nuk shpjegohen domethënë pikat kryesore të diskutimit tonë. Po, por në kuadër të kësaj nuk bën të përfitohet pastaj. Gjithmonë gjatë gjithë historisë së njerëzimit më tregoni dikë që ka qenë i kënaqur gjithmonë nga institucionet. Kur nuk kanë qenë dhe nuk do të jetë fund njerëzimit, por kritikat janë të mira, patjetër, kritikat duhen, por mendoj se nuk duhet të humbet koha shumë minuta duke diskutuar problemet institucionale. Mirë, qartë, atëherë futemi direkt në temë, cilat janë të mira, të cilat i përfiton një haxhi sipas fesë islame, zotri Haxhia. Do më thonë, haxhi lidhet, përveç se është urdhër nga Zoti dhe përveç se njerëzit e sotëm, do më thonë, e shohin, po ashtu është një adhurim i rëndësishëm, por unë doja ta lidhja pak me fillimin e njerëzimit. Pse është kaq i rëndësishëm haxhi dhe ai vend atje? Sepse lidhet me njeriu e parë. Se Islami ka një linjë, ka një lidhje që e argumenton dhe e lidh direkt me njeriu e parë, me fillimin e njerëzimit, dhe ai është Ademi, paqja e Zotit qoftë mbi të, pra njeriu i parë në tokë, dhe gjithashtu në Kur'an cilësohet se shtëpia e parë e adhurimit, pra shtëpia që është ndërtuar me sinqeritet për hatër të Zotit, që të adhurohet Zoti aty, është ajo që është në Bekë, në Mekë, pra, sepse ka 2 emra, dhe ajo është Qabja, e nderuar. Gjithashtu Ibrahimi,
paqja e Zotit qoftë mbi të, me djalin e tij Ismailin, pra që në trashëgimit e feve tjera quhet Abraham, ai e ka rindërtuar Qaben dhe kështu krijohet një linjë, pra që nga njeriu i parë, që nga fillimi, dhe këtu pastaj ndryshon koncepti islam nga botkuptimet e tjera, sepse Islami e sheh njeriun e parë, krijimin e njeriut të parë si një qenie të vetëdijshme, një qenie që adhuron, një qenie që e ka origjinën nga Zoti dhe e njeh Zotin e tij dhe është i dijshëm, dhe aty patjetër që adhurimi fillon nga origjina. Por thotë Haxhia, ne në rastin konkret, ndjes që po ju ndërpres, por në rastin konkret, pra kur një qytetar, sepse ai kishte shkuar nga djali i tij, dëgjuam se kishte shkuar për prindrit e tij. Pra edhe kjo në fakt, a është e denjë kështu të bëhet, apo është diçka që është reformuar me kohë, apo ka qenë gjithmonë kështu? Më falni, nuk e kuptova mirë. Njeriu i cili ka ndërruar jetë në haxh, kishte shkuar, ne themi këtu në Kosovë, me njetin, për shpirtin e babait të tij. Dhe tash na intereson të dim se si llogaritet kjo, në qoftë se ai ka ndërruar jetë, i llogariten të dyve së vapet, apo si llogaritet? Ajo lejohet sepse ka argumente fetare se ajo domethënë pranohet edhe nëse e bën për shpirtin e paraarsëve tuaj që kanë ndruar jetë dhe nuk kanë pas mundësi të shkojnë, por patjetër që edhe vetë personi që ka shkuar, edhe pse e ka bërë njetin për haxhin bedel, që quhet në terminologji, pra për shpirtin e babait të tij, edhe ai vetë që ka shku dhe e ka bën atë udhëtim, patjetër që konsiderohet i lartë te Zoti dhe madje nuk është e kot ajo që thotë nuk i bëhet çdo kujt risk, pra nuk i mundsohet çdo kujt që të ndrojë jetë atje. Po. Mirë. Po, vazhdoj, nuk i ndrohet jetë atje dhe sepse ishte duke thënë edhe diçka. Ndrohet jetë dhe me lejen tuaj këtu kam desha të sqaroj disa pika pse varroset atje. Po. Është shumë të rëndësishme shpjegimin se dikush thotë pse të varroset atje përderisa ai është Kosovë, shqiptar i Kosovës dhe pse mos më pru në vendin e vet. Sakt. Atëherë, disa pika të rëndësishme që i kam përgatitur janë këto. E para, në Islam, ajo çka është, si i thojnë, ajo çka është origjinale është se njeriu duhet të varroset në vendin ku ndron jetë. Edhe pse feja e lejon që të transportohet për shembull në ditën e sotme, sepse kanë dëshirë të shkojnë në vendlindjen e tyre, por gjithsesi ajo çka është natyrshme është që njeriu të varroset në vendin ku vdes. E dyta, ai që vdes në haxh quhet shahid, pra quhet dëshmor dhe në legjislaturën islame dëshmori duhet të varroset aty ku bie. Pika tjetër është se ka të bëjnë, me lejoni që ti citoj deri në fund. Themi keq edhe me kohën. Shpejt do t'i bëj. Ka lidhje edhe me besimin e botës tjetër, sepse aty duke u konsideruar vend i begat, vend i shenjtë, atëherë ka njeriu shpreson që në faljen e Zotit më tepër, gjithashtu është edhe më praktike sepse në vendet e nxehta trupi dekompozohet më shpejt dhe pika e fundit, që ndoshta nuk do e dëgjoni prej shumë imamllarëve është kjo, është pak në syrin tema shumë interesante. Edhe në aspektin e trashëgimisë islame është një vlerë e madhe, jo vetëm historike, por edhe teologjike dhe filozofike. Në ç'kuptim? Se aty, pra në haxh, në atë vendin ku shkojnë miliona njerëz, shumë llojshmëria bëhet një. Allahu që është një dhe i vetëm, ka kriju shumë llojshmëri krijesash. E kuptojmë, po. Dhe edhe ndër njerëz ka kriju popull dhe fise të ndryshëm. Por e gjithë ajo shumë llojshmëri bart në vetvete vulën e krijuesit. Pra vulën e unitetit. Dhe në fund do të kthehet në origjinë, pra tek uniteti hyjnor tek Allahu. Në këtë mënyrë del në pa qendra apo të kuptimit islam që është tauhidi, pra një Zot, një krijues, një të adhuruar. E qartë, shumë e qartë në fakt. Diçka Por edhe një herë tek Zot Xhlati për ta bërë një koment përmbyllës, pra nëse familja do ta kthej të afërmin e tij, ta varros pranë aty ku ka lindur, ai ka të ndaluar këtë gjë? Jo, nuk është se është ndaluar, që t'jetë ndaluar rreptësisht. Normalisht që mund të marri përsipër sepse ka shumë shpenzime,
Por që kjo është një risk, si që përmendi edhe Hoxha i nderuar, edhe e themi edhe neve se pejgamberi ynë i dashur paqja Allah dhe bekimet Allah qofshin mbi të, thotë ai i cili ndron jetë atje varroset aty, bashkë madje me atë ihramin që ka dhe do të ringjallet duke bërë telbije, që thotë lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem o Allah. A vlen kjo hoxhlati edhe për një person që ka bërë mëkate, se ka ndjekur rrugën e Zotit, po ja që ka shkuar në haq? I ka pas parë. Normalisht që vlen, sepse Zoti është shumë falës dhe shumë mëshirues. Atëherë gjetëm formulën, hoxhlati, e gjetëm formulën, të jetojmë si s'dojmë, në fund shkojmë në haqë dhe krejt paguën. Jo, nuk është ashtu. Ajo është formula e saktë, po me lejen tuaj Hoxh, ajo është formula e saktë, siç e the i nderuar gazetar, por ka diçka. Njeriu nuk ka garanci se e mrin edhe minutin pasardhës edhe ditën pasardhëse. Nëse ti dhe unë dhe çdo kush tjetër arrim që t'ja hedhim Zotit, të thojza, pra duke mos e pas me sinqeritet dhe të shkojmë atje të lahen gjinat, në fakt nëse arrin atë do të falesh. Por nëse nuk e arrin, atëherë e kuptoj. Faleminderit që e kuptua drejt se sa po e tham, zoti Haxhia, faleminderit shumë, hoxhlati, kënaqësi t'ju kishë program të dyve. Faleminderit edhe për jush. Shumë faleminderit për ftesën. Mirë, jemi bashkë mësë një moment tjetër, kënaqësi t'ju kishim. Dhe sërish ngushëllime familjarëve. Patjetër. Faleminderit shumë Imam Samel Haxhia, faleminderit shumë Hoxhës Ladi, ishim pranë direkte. Po? Nuk më lap kohë se unë kisha shumë gjëra, por E dim, por ja që u vonuam shumë sot, në ndjes. Më vjen keq se kemi hyrë në hak të gjithë musafirëve sot. Na vjen shumë keq, por do e rim. Zoti ja letësoft familjes, ndarja është dhimbje, dhe uroj që të gjithë haxhit që janë atje të kthehen shëndoshë mirë.